Dashuria e lëngshme, brishtësia e lidhjeve në një botë të paqëndrueshme. Në librin e tij, Dashuria e lëngshme mbi brishtësinë e lidhjeve emocionale, sociologu I njohur polak Zygmunt Bauman sjell një analizë të thellë mbi natyrën e marrëdhënieve në epokën bashkëkohore. Ai shqyrton se si shoqëria konsumatore dhe moderniteti I lëngshëm kanë ndikuar në mënyrën se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin, duke kthyer dashurinë nga një përkushtim I thellë në një fenomen të përkohshëm, të pasigurt dhe të brisht. Një nga idetë kryesore të Baumanit është se dashuria në epokën moderne ka humbur përkushtimin e saj të qëndrueshëm, duke u bërë një lidhje e rastësishme, një transakcion që zgjat për aq kohë sa sjell kënaqësi. Në këtë kontekst, marrëdhëniet janë gjithnjë më të ekspozuara ndaj një logjike të tregut, ku njerëzit ndihen të detyruar të kërkojnë vazhdimisht përvoja të reja dhe emocione më të forta, ashtu si konsumatori kërkon vazhdimisht produkte të reja. Çfarë thot sociologu për lidhjet njerëzore në epokën e distancës digjitale? Baumani në librin e tij thekson një paradoks të shoqërisë moderne. Ndërveprimi sipas tij është bërë më I lehtë se kurrë, por lidhjet emocionale janë bërë më sipërfaqësore dhe më të prekshme nga shpërbërja. Teksa teknologjia na ka mundësuar të komunikojmë me njëri tjetrin në distanca të mëdha dhe në kohë reale, ajo gjithashtu ka krijuar një realitet ku lidhjet mund të ndodhin pa angazhim të thellë. Mund të flasim me këdo, kudo, por shpesh nuk ndjejmë asgjë në thellësi. Ky është thelbi I citatit të tij. Largësia nuk është pengesë për ndërveprim, por vetëm për emocione që ndërveprimi mund të frymëzojë. Këto janë pikërisht ato emocione që mund të shkatrojnë ndërveprimin në një lidhje. Në këtë mënyrë marrëdhëniet bëhen të ndjeshme ndaj shkëputjeve të papritura, sepse nuk kanë patur kohë dhe thellësinë e nevojshme për të bërë ata të qëndrueshme. Në një epokë ku gjithçka mund të zëvendësohet me lehtësi, nga telefonat te marrëdhëniet njerëzore, ideja e një lidhje të përhershme bëhet gjithnjë e më huaj. Dhe vim tek shqyrtimi I dashurisë si një produkt I konsumit. Një nga aspektet më tronditëse të analizës së Baumanit është mënyra se si dashuria shndërrohet në mall, duke u bërë një produkt që duhet paguhet me sa më pak përpjekje dhe të braktiset sapo të mos përmbush pritshmëritë. Ky model konsumator e bën angazhimin emocional të vështirë, sepse njerëzit mësojnë të kërkojnë gjithmonë diçka më të mirë, më të re, më eksituese. Kjo qasje nuk sjell lumturi të qëndrueshme, por një pakënaqësi të përhershme, një ndjesi sikur gjithmonë mungon diçka më e mirë që mund të gjendet diku tjetër. Përpasoj, marrëdhëniet bën gjithnjë më të lohatshme, duke reflektuar paqëndrueshmërinë e përgjithshme të jetës moderne. Nevoja për thellësi në një botë të cekët. Baumani nuk na ofron një zgjidhje të thjeshtë për këtë krizë të marrëdhënieve njerëzore, por reflektimet e tij na bëjnë të vetëdijshëm për ndikimin e modernitetit të lëngshëm në mënyrën se si lidhemi me njëri tjetrin. Në një botë ku gjithçka është të përkohshme, sfida më e madhe është të kultivojmë lidhje që mbijetojnë përtej kohës dhe rrethanave. Dhe dashuria e lëngshme nuk është vetëm një vepër sociologjike, por edhe një pasqyrë në të cilën mund të njohim brishtësinë e vetvetes, si dhe një ftesë për të rikthyer qëndrueshmërinë në marrëdhëniet tona, duke I rezistuar prirjes për të parë dashurinë si një produkt me datë skadence. Në fund të fundit, lidhjet e vërteta nuk ndërtohen mbi lehtësinë e ndërveprimit, por mbi thellësinë e ndjenjave.